misionin e lajmeve. Ju e dini se i ke detyrat nëse jenë në departamente tjera, kom qenë në departamentin e programit dokumentar, në redaksin edhe disa misionet nga ekonomia, më shumë. Në periudhë edhe nuk kisha kështu obligim që të raportoja për lajme, se kishte gazetar tjerë që punojnë për lajme. Mirë po, pas këshillave me birin tim Marianitin, e kom pas gjithmonë edhe këshilltar të mirë edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, edhe si i ri, a i thot babit, thot, pse si jeti në ekipin e lajme që me raportu për pavarësi kjo është ngjarje historike. Thashë, nuk jam në redaksinë e lajme, momentalisht nuk jam në atë redaksie dhe nuk po du më imponu. Tha, ti ke raportu nga 2 korriku i vitet 90 edhe shumë ngjarje tjera para luftës edhe gjatë luftës, kështu që tash është një ngjarje e veçantë edhe do të ishte mirë me raportuar nga kjo ngjarje. Edhe shkova konsultova me drejtorin e televizionit atëherë, Liridon Cahanin. Liridoni ka qenë atë kohë drejtori i televizionit, kurse Zatriçi ka qenë drejtori i përgjithshëm. Edhe bisedova me Liridonin, ja shpreha dëshirën timi, tregova që është ideja e vllaut, e djalit, Arianitit, edhe ai e pranoi atë ide, thash, s'ka problem, bili ka qenë ditën me 16 shkurt. Kur ishin bo listat e këtë, ishin quat kreditimet, kuvende e këtë, po tha për ty, për kontributin të që këtë për informimin në gazetarin shqiptare. A ishte për te profesionit, apo? Për te profesionit, ishte momenti kur mora, apo? Një veçanë që mu mundësua, që t'jem pjesë e raportimit, edhe me 17 shkurt kom shkuar në kuvendin e Kosovës, edhe ishte një privilegj i veçantë, sepse unë kisha raportuar edhe për shumë betejë gjatë luftës sonë shërimtare, dhe ëndra e gjithë dëshmorëve, gjithë luftarëve të Irisë ka qenë pavarësia e Kosovës. Absolutisht edhe pavarësia e Kosovës u arrit në atë ditë edhe ky për një